Çfarë bëra? Çfarë bëra si gjos bone pra? Se ngrej zërin Edhe me mos mua. trego mua. Zërin me mua. Para hera e parë që hera e dytë që me ty dhe prapë një gjë. Po thjesht tregon veten. Zërin me mua Do mos e tregon veten. Se sa herë tjetër besim ty ti ta përdor dhe kish përdor se do me zërin zërin me mua. Aman se disa në qafi keni rënë asaj. E disa më qafi keni rënë asaj këngës bukur të ati çunit që ishe mbrëm atje, në Tetova. I keni rënë aq shumë qaf asaj këngës, sa s'ka ku të shkoj me. Më përpara e dëgjoja me dëshirën më të madhe, sepse ishte një këngë e bukur. Tani nuk më vjen ta dëgjoj se e di që u përfituroj ju dyve aty gjatë duke u shtirur. Edhe më e bukur ishte që kur hyri që u kthye nga surpriza, hyri aty dhe i tha Stelinës, "Ej, dorën, demek që të dukeshin mirë atje mbaras banorëve, që dukeshin ling si ku po hynin." Nëse situata e këtyre është situata më shpifur që mund të shikoj për shembull në një format televiziv. Ky i shprehu dëshirë vllajt madh që t'i bënte një surprizë për ta surprizuar Stelinën, sepse Stelina sipas tij është një vajzë e mirë që ky ka qejf të ketë një lidhje. Pastaj fusin ishin, pastaj ngriti jep dorën ishit, i flet me dashuri, jo po kam shoqë, ajo tjetra thot, "Kesi ne jemi shoqëri", pastaj Kesi ja ktheni thot, "Ore thuj ç'a shoqëri më se që dolëm duke u puthur", domethënë një situatë e shpifur sa skaku të vej që s'do doja ta shikoj. Dhe kjo mund të jetë video e fundit për shembull që mund të komentoj për këta të dy, se xhai kam komentuar kur kanë qenë për puthën, e ndritën për puthën dhe janë ndarë për motive tradhtie, për motive agresiviteti, për motive për këto që po shohim. Edhe është kot, është film i përsëritur. Avengers, vetëm Avengers mund të shikoj 2 herë ose Conjuring, atë ç'a është ajo Ouija e Annabelle mund ta shikoj 4-5 herë dhe nuk mërzitem, po ky është një film që është 2 herë i parë dhe është temase i shpifur dhe i bezdisur. Nuk dim se ku ta mbaj mendje më përpara tani. E kuptoni apo se kuptoni ju? Hajde.